Fëmijët e diasporës shqiptare shoqërojnë kombëtaren e vajzave në Wales. Në Wales të Anglisë, përpara nisjes së ndeshjes mes Shqipërisë dhe vendosave, një moment i veçantë emocional për komunitetin shqiptar, fëmijët e diasporës të veshur me fanella kuqezi dhuruar nga Federata Shqiptare e Futbollit shoqëruan kombëtaren e vajzave në fushë. Ky gest simbolik i ofroi shumë të rinj me ekipin kombëtar dhe forcoi ndjenjën e përkatësisë. Për fëmijët, kjo ishte më shumë se një eksperiencë sportive, ishte lidhje drejt për drejt me identitetin dhe rrënjët e tyre shqiptare. Përfaqësues komunitetit shqiptar në Wales theksuan rëndësinë e këtij momenti. Kryetari i Shoqatës Kulturore Shqiptare Kosovare, Ilirian Allamani, u shpreh se aktivitetet të tilla ndihmojnë në ruajtjen e lidhjes me vendlinjen, edhe pse komuniteti shqiptar në Wales është relativisht i vogël, pasioni për futbollin soccer dhe për kombëtaren mbetet i madh. Shumë tifozë udhtojnë qindra kilometra për të qenë pranë ekipit. Sekretari i shoqatës Baf Kurtulaj nënvizoi sfidat e ruajtjes së gjuhës së traditave në diasporë, por theksoi se aktivitetet të tilla i mbajnë gjallë si ura lidhjen e këtyre kulturave.